Por si ndodhi që një vendim për një rast konkret u shndrua në standard për 10 raste të tjera? Ne kemi pa me shqetësim vendimin e tillë sepse kemi besu që mund të ketë impakt negativ në punën tonë dhe në atë se si e shën publiku e aq më keq zyrtari publik rëndësinë e të qenurit i sakt në transparencën e tyre drejt publikut përmes deklarimit të pasurisë. Fatkeqësisht dyshimet tona vetëm na janë verifiku pastaj, sepse përveç që ky vendim i Gjykatës Supreme, i cili nuk do duhej të konsiderohej si praktik, sepse ne nuk kemi sistem të drejtësisë bazuar në praktika, por kryesisht vendimet e Gjykatës Supreme e përbën një praktik gjyqësore. Fillimisht ka vazhduar duke u konsideruar si praktik të gjyqësori, e që është më keq e pastaj ka vazhduar të konsiderohet si praktik edhe të prokurit. Nga kjo kohë kemi filluar që kemi një përqindje edhe më të lartë të hudhjes së kallëzimeve penale, duke u referuar në këtë vendim të Supremës, i cili për ne është total në kundërshtim me secilin çfarë do lloj parimi, nuk është në linjë as me ligjin i cili është më i favorshëm në kryerjen e krimit, sepse në atë kohë nuk ka qenë ky ligj në fuqi. Edhe nga prokuroria, edhe nga gjykata e shkallës së parë, pranojnë që ky akt gjykim ndikoi vendimarrjen e tyre. Një akt gjykim i tillë ka pas efektin domino në sistemin e drejtësisë për shkak të këtij standardi të ri që është vendosur nga ana e Gjykatës Supreme përmes këtij akt gjykimi, për shkak se akuzat që kanë qenë në fazën e shqyrtimeve gjyqësore pranë gjykatës kompetente, ne për disa prej tyre kemi pranuar gjykimin liruese, gjithnjë duke u bazuar në këtë praktikë të vendosur nga ana e Gjykatës Supreme, por që natyrisht më pastaj edhe ne si prokurie kemi ndjek këtë standard të ri të vendosur nga ana e Gjykatës Supreme, në kuptimin që rastet që kemi pasur në punë, qoftë në fazën e kallëzimeve penale apo në fazën e zhvillimit të hetimeve, ato ose janë hudhur si kallëzim penal ose janë pushuar hetimet duke u bazuar edhe në këtë standard të ri të vendosur nga ana e Gjykatës Supreme. Ndryshimet që kanë ardhur si pasojë e vendimit të Gjykatës Supreme janë evidente, të njëjtat janë paraqitur edhe në raportin e publikuar nga ju që është temë e diskutimit, por ne si gjykatë shkallës së parë dhe instancë e parë detyrohemi në ruajtjen e balancit mes ruajtjes së integritetit të personave të cilët mund të jenë subjekt i hetimit dhe veprës penale në mënyrë që tek të njëjtët me vendosjen tonë mos të krijojnë një lloj stigmatizimi me marrjen e një vendimi pa shqyrtuar sa kemi të bëjmë me një lëshim administrativ, një pakujdesi të theksuar, apo kemi të bëjmë me një zyrtar publik i cili në mosdeklarimin apo deklarimin e pasaktë ka një diskrepancë të madhe në mes asaj se çfarë ka deklaruar dhe çfarë nuk ka deklaruar.